A të ka ndodhur ndonjëherë të kesh një mendim dhe menjëherë të mendosh, çfarë njeriu jam unë që mendova kështu? Nëse po, dua të them diçka. Mund të jesh njeri i mirë dhe të kesh mendimet këqija. Mund të ndjesh zemërim, zili, urrejtje apo dëshirë për t'u larguar nga dikush. Dhe kjo nuk do të thotë automatikisht se je njeri i keq, sepse një mendim nuk është një veprim. Truri ynë prodhon shumë mendime, edhe të padëshiruara, edhe kontradiktore. Ajo që tregon se kush je, nuk është çdo mendim që të kalon nëpër kokë, është ajo që zgjedh të bësh. Mund të zemërohesh dhe përsëri të zgjedhësh të mos lëndosh. Mund të ndjesh zili dhe përsëri të mos i bësh keq tjetrit. Mund të kesh një mendim të keq dhe të kuptosh, ky nuk është personi që dua të jem. Mos e gjyko veten për çdo mendim që të vjen. Ndonjëherë mendimet janë thjesht mendime. Pi nuk je çdo gjë që të kalon nëpër mendje. Pi je edhe zgjedhjet që bën pas tyre.